Një ngjarje e rëndë shënuar në orët e para të mëngjesit në burgun e Fushkrujës. Qani Muça, 57 vjeç, i cili ndodhej në paraburgim për akuzën e vrasjes së mbetur në tentativë ndaj funksionarëve publik, është gjetur pa jetë në dhomën e tij të paraburgimit. Sipas njoftimit të Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve, ngjarja ka ndodhur rreth orës 03:34 të mëngjesit në sektorin 2, kati 2, Godina B, ku Muçi ndodhej së bashku me 5 të paraburgosur të tjerë. Ngjarja është zbuluar nga njëri prej të paraburgosurve, i cili ka vënë re mungesën e 57 vjeçarit dhe ka alarmuar stafin, pasi e gjetën atë të vetëvarur në grilën e dritares së tualetit. Qani Muça ishte arrestuar në 12 kusht pasi kishte plagosur me armë zjarri punojësin e IMT-s, Ilirian Kavelli, gjatë një konflikti që shpërtheu pasi autoritetet i shembën manesën. Në gjykatë, Muça pretendonte se nuk kishte synuar të plagoste askënd, por kishte vepruar në gjendje të rënduar emocionale, duke akuzuar punojësit për vjedhje të parave në shtëpinë e tij. Grupi hetimor ka nisur më njëherë veprimet për të sqarruar rrethanat e vetvrasjes, ndërkohë që Drejtoria e Burgut ka njoftuar familjarët. Rasti ngre sërish pikpyetje mbi monitorimin e të paraburgosurve në gjendje të rënduar psikologjike.